Sot do të hapim fidanishten më të re të qytetit, fidanishten e betonit. Këtu nuk mbillen pemë, por vetëm pallate. Dhe qytetarët heshten si muret që janë rreth nesh. Këtu duket sikur edhe heshtja do të marrë leje ndërtimi. Në Durrës, ajri është luks. Dielli reflekton në fasada dhe deti përkërkon strem mes pallateve. Aksioni ynë është thirrje për reflektim, jo për leje ndërtimi. Durrësi nuk ka nevojë për më shumë beton, ka nevojë për frymë, për det, për pemë, për hapësira publike. Dhe nëse askush nuk ta dëgjon, ne do të bërtasim në gjuhën që qyteti e kupton më mirë, atë të betonit. Duam beton! Duam beton! Duam beton! Duam beton! Është shumë befasuese dhe shumë gjë e bukur që të gjithë po ndalojnë dhe po pyesin dhe po pranojnë, janë të gjithë pro me ne. Për hapësirat e gjeltar janë shumë të shqetësuar, thonë që na kanë mbuluar betoni, shumë pallate.